Urime drejtoresh, egzoshet. Edhe ju drejtor. Atëherë, investimi që sapo përuruam është në kopshtin Gëzimi Ynë në komunën e Istogut, në të cilën vijojnë mësimin rreth 150 nxënës. Ky projekt është ngjashëm me projektin e kaluar, një projekt në vlerë rreth 200.000 euro, përmes të cilit është bërë izolimi i qertës dhe të gjitha masat e eficiencës që kanë qenë të nevojshme, gjë që e rrit kursimin e energjisë, mirë po nga ana tjetër gjithashtu krijon kushte shumë të mira edhe për nxënësit, edhe për fëmijët, edhe për mësimdhënësit. Ky është një projekt i cili po financohet në kuadër të një fondi që Qeveria e Republikës së Kosovës e ka ndarë në fund të vitit 2024, në dhjetor të 2024-s janë nënshkruar marrëveshjet dhe përmes saj janë renovuar 17 shkolla ose qerdhe ose objekte të tjera komunale në 5 komuna të ndryshme të Kosovës. Ky investim është bërë përmes fondit qarkullues të Fondit Kosovës për Eficiencë të Energjisë, që do të thotë që investimi është bërë me financim nga qeveria, ndërsa komunat përkatëse nga kursimi i energjisë gjatë 15 viteve të ardhshme e kthejnë një pjesë të investimit tek fondi. Në këtë mënyrë Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë bëhet i vetëqëndrueshëm dhe do të jetë në gjendje pastaj që investimet të ngjashme të bëj kudo që ka nevojë në të gjithë Kosovën. Është veçanërisht kënaqësi kur këto investime bëhen në shkolla e në qerdhe, sepse këto janë të rëndësishme për mësimdhënien, përveç kushteve të punës, dhe besojmë dhe shpresojmë që nxënësit, fëmijët do ta ndjejnë qysh në ditë si kjo në fakt, kur është bërë mjaft nxehtë, dhe besoj që do të kenë edhe vera më të freskëta edhe dimra më të ngrohtë. Falenderoj drejtoreshën dhe drejtorin e arsimit, po dhe të gjithë që kanë kontribuar për bashkëpunimin e tyre dhe sigurisht Fondin e Kosovës për Eficiencë të Energjisë, që po bën një punë shumë të mirë në zbatimin e projekteve të eficiencës së energjisë në Kosovë. Zonja Hoxha. Pra, po vazhdojmë tutje edhe me përurimin e kopshtit të Gëzimi Ynë. Investimi realizuar në këtë objekt është në ndihmën e Qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila i ka ndarë mjetet në qëllim që të bëhet ky investim. Përmes investimit në masat e eficiencës së energjisë është arritur një kursim deri në 90%. Përveç kësaj, i kemi edhe kushtet më të pavarshme për fëmijët edhe nxënësit, mirë po edhe mësimdhënësit dhe stafi i gjithë këtij kopshti. Për ne është kënaqësi që sot jemi këtu, të urojmë së bashku këtë implementim të investimeve, e falenderojmë edhe komunën për bashkëpunim. Siç e përmendi dhe ministrja, inkurajojmë të gjitha komunat që të marrin pjesë në programet tona në vazhdimësitë të cilat janë duke u siguruar përmes fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe donatorët e ngjashëm. Është shumë e rëndësishme që funksionimi i fondit të vazhdojë tutje në implementimin e këtyre masave, po edhe kjo varet edhe nga pagesat të cilat komunat i realizojnë. Kështu që mirëpresim edhe një skem këtysë nga komunat të mirëfillt, mirë po me qëllim që edhe të rritet edhe fondi jonë në kuadër të fondit për këto investime, mirë po edhe që këto komunat të mund të participojnë dhe të marrin pjesë për renovimet të radhës. Ju faleminderit dhe një komunës, drejtoreshës, për gjitha edhe stafit të fondit për realizim të këtij investime. Faleminderit ministre, faleminderit drejtoresh për eficiencë. Sot jemi këtu bashkë të bëjmë inaugurimin e punëve të mira që janë kryer në kopshtin Gëzimi Ynë. Kemi bërë punë të mira bashkë me eficiencën dhe me Qeverinë e Kosovës. Siç e tha dhe ministra, na kemi marrë ne përquj thojza në kredi të butë, të cilët pas një periudhë do t'i kthejmë, për shkak që fondi për eficiencë të arrin qëllimet e veta, të zgjerohet edhe në komuna tjera. Fol bashkëpunimit të qeverisë dhe kryetarit Ilir Ferrati, sot jemi bashkë me ministrin, po e inaugurojmë edhe me drejtoreshën, po e inaugurojmë këtë pjesë, ku janë bërë kushte shumë mira për fëmijë, për mësimdhënës, edhe për punëtorët të cilët janë këtu. Por ne siguria jashtëzakonshme bëhet edhe për prindit, sepse më nuk kanë asnjë breng që fëmia tyne do të ketë ndonjë stres apo do të ketë
ndonjë pengesë, qoftë te ngroja apo te ndonjë element tjetër. Kështu që punëve të mira do të më thonë vetëm punamor. Kështu që i falenderoj edhe ministrin, edhe drejtoreshën, edhe kryetarin Ilir Ferrati që nuk është ndal asnjëherë, e na sot këtu jemi bashkë për të mirën e fëmijëve dhe për të mirën e qytetarëve të komunës Istokut. Faleminderit ministër. Faleminderit drejtoresh, faleminderit që ju keni gati punëve, nuk e do asnjëherë. E falenderoj edhe Hekoronën, i cili ka qenë mbikëqyrës nga komuna, që nuk ka leju që asnjë punë të bëhet keq. Kështu që uroj që kësi objekte të kem në gjithë Kosovën, në gjitha qytetet e Republikës tonë. Zonja ministre, që i ka ndonë jetët me këtë rast për shfrytëzoj rastin. Me falenderoj dhe ata. zonja ministre, e dëgjum ditë më parë, Të dy hekuronat, faleminderit. e dëgjum ditë më parë kryeministrin Albin Kurti në Istog, në një takim me simpatizant televizijës vetëvendose, që tha shumë shpejt do të fillojnë disa punime, që tashmë vetë se kam përfunduar. A keni orë sot me pruna i projekt 3, apo doni mi shfrytëzu mi përru ato që shumica kanë përfunduar? Nuk e di çfarë po menoni mi shfrytëzu ato. Këto janë projekte të cilat janë nisur para 3 viteve, janë dizajnuar, është siguruar financimi. Në fakt asaj të kaluarës ka filluar para 3 vite, ndërsa kësaj tjetrës para rreth 1 viti e gjys. Punët nisin, zbatohen, përfundojnë, edhe kur përfundojnë i mbajmë për urimet. Kjo nuk ka të bëj me shfrytëzim, ndërsa siç e përmenda edhe më herët, sa i përket sektorit të energjisë, ne kemi një program për 400 ndërtesa të reja të ngjashme ku inkurajojmë komunën si dhe komuna tjera që të aplikojnë. Investime të ngjashme kemi pasur gjithashtu edhe në komuna të tjera të rajonit të Pejës, mirë po edhe të gjithë Kosovës. Është shumë me rëndësi për ne që secila ndërtesë publike, veçanërisht shkollat, qerdhet, spitalet, sallat e sportit, qendrat e kulturës të jenë të izoluara, të kenë kushte të mira për të gjithë ata që i shfrytëzojnë në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës. Dhe këtu është me rëndësi gjithashtu të ceket që komunat duhet të jenë proaktive për t'i kërkuar këto. Dhe për të siguruar që aplikojnë për të përfituar nga këto masa. Faleminderit. Me kaq që unë e kisha përmbyll këtë transmetim drejt për drejt nga përrujimi i këtyre objekteve që janë renovu për eficiencë tërpërtërshme, duke shpresuar dhe besuar që ritakohemi përsëri në Radio Televizionin Fontana.